Kandidati për kryetar komunën nga lëvizja vetëvendosja Artan Abrashi, bashkëshoqëruar edhe nga ministri në detyrë mbrojtjes së Jug Maqedonësi, si dhe kandidat që garojnë për asamblej edhe nga zhuri. Mbrëm fillimisht zotëri Maqedonësi u tha zhurianëve se atë që e kemi bërë si punë të suksesshme në qeveri për të përkthyer në realizim edhe në komunën e Prizrenit, këtë mund ta bëjmë me Artan Abrashin, ndaj kërkojmë votën për Artanin. Për ta përkthyer suksesin e nivelit qendror edhe në nivel lokal, jemi thellësisht të bindur që Artan Abrashi është njeriu i duhur për ta bërë ndryshimin. Prandaj të gjithë për Artan Abrashin, kryetari i komunës Prizren. Derisa Artan Abrashi para zhurianëve premton punësim dhe infrastrukturë më të mirë për të gjithë, largimin e qenëve të rrugëve si dhe shumë rregullime infrastrukturore për zhurin e gjithë komunën. E po kështu kërkua të votohen të gjilen edhe kandidatët nga zhuri që ata të jenë zëri tyre në kuvend. Që kanë të bëjnë me punësimin e trive, do të jetë prioriteti jonë sepse kështu na obligon edhe vota juaj, na obligojnë edhe zgjedhjet lokale. Pra të zhurian, juftoj që në 12 tetor, ditë e diel, mirë masive, me ardhë në këtë shkollë edhe me votu, mi po asamblejista edhe Beharin, edhe Mergjetonin, edhe Dardonën. Po shku në festën e fitore sonë të madhe, ku do ta kemi qeverisjen e re, unë Artan Abrashi, kandidati lëvizjes vetëvendosje për kryetar komunës Prizrenit, ju falenderoj shumë për pjesëmarrjen tuaj. Na prit të mora drejt fitores së madhe me 12 tetor. Ju faleminderit.